29 tetor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Presidenti Trump kërkon që politikën e magës ta kalojë në Argjentinë, po deri edhe në Japoni. Për herë të parë kemi një kryeministre djathtë në Japoni. Politika e parë e saj është luftë kundër emigracionit pa kontrolluar. Japonia të mos kthehet si Gjermania, Franca, Italia pra dështimin e Evropës perëndimore. Për 80 vite, Japonisi është ndaluar militarizimi. Çka e ka bërë një forcë që nuk kontrollon, është e kërcënueshme, natyrisht ka pasur mbrojtjen amerikane, dhe ka forcuar Kinën duke rrezikuar Tajvanin. Ligji ndërkombëtar global i tmajtës për një ekonomi tregtare pa limit ka dobësuar rolin e Amerikës, e cila ka mbështetur Europën perëndimore, por dhe Japoninë, duke pasur shpenzime të mëdha ushtarake. Trump kërkon që politikat e magës, politikat e tij djathta, të jenë sunduese në hemisferën perëndimore. Fakti që 40 miliard dollar ju dhanë ndihmë Argjentinës ishte faktori kryesor në fitoren e midtermit për presidentin e djathtë të Argjentinës. Nga doktrina Monroe jemi te doktrina Donroe. Ju s'keni punë në këtë hemisferë. Natyrisht do t'i duhet një punë e madhe që fryma e magës, fryma e projektit 2025 të shkojë edhe në Meksik, pse jo edhe në Kanada. Kina është forcuar shumë sepse është lënë Japonia e dobët. Trump kërkon ta prish këtë ekuacion. Natyrisht, platformat e djathta të presidentit Trump, të projektit 2025, synojnë, tentojnë, orvaten tejet kësaj, jo thjesht në hemisferën perëndimore, jo thjesht në Japoni, por të zbresin edhe në Europë. Në këto çaste, kur platforma e projektit 2025 po merr një përkrahje ndërkombëtare, shanset janë shumë të mëdha që edhe në Shqipëri të largohet me turp bufoni i Sorosit, i cili duket se do të shkatrohet edhe nga një humorist i Portokallis në Tiranë që vjen mbas mediokrit Veliaj, i cili duket se ka pranuar të bëjë një luftë hapur me kryeministrin Rama. Ajo që pash në parlamentin shqiptar, me ato gjyqjet partizane ndaj SPAK-ut, nuk ka asgjë të përbashkët me një hearing që mund ndodhin në Kongres ose në Senat. Pyetjet kur prokurori përgjithshëm, kreu i FBI-t, i CIA-t, vinë në Senat ose Kongres, pyetjet përpilohen nga grupe juristësh, profesionistësh, dhe janë si hetim. Dhe ajo që kam shumë rëndësi, personi që del në hearing, betohet në oth, në betim, dhe të gjitha ato që thuhet aty i përdoren në gjykat, në qoftë se gënjen, në qoftë se mashtron, dhe mund të dënohet, siç po kërkohet tani të dënohet Kami. Lojrat e Ramës për të shpëtuar fundin me pranga të zonës kryeministres të tij nuk mashtrojnë askënd. Kërkon të fitoj kohë, shpenzojnë miliona dollar për të mikluar prokuror gjykatës hetues, ndërkohë që sinjalet jepen që Shqipëria mund të ketë edhe Senat. Senat kemi pasur dhe në kohën e mbretit Zog. Në qoftë se do të kemi sistem tejet ndryshe zgjedhor, presidenti zgjedhet direkt nga populli. Senati dhe përfaqësuesit e popullit, që mund të kenë një mandat 2 vjeçar, si në Amerikë, Senati mund të jetë 6 vjeçar dhe për ligje themelore. Kemi 12 qarqe nga 2 senatorë për qark, pra të ketë rëndësi dhe Puka, dhe Vlora, dhe Gjirokastra, njësoj sa Tirana. Ndërkohë që populli, siç përfaqësohet nga Kongresi, me njëherë në 2 vjet, do të ishte diçka që nuk mund të ri e të trashët zullumit siç është trashur aktualisht.
shfaqjet e Ramës, sa nga tryeza perëndimore tek diktatorët e Arabisë, njerëzit e korruptuar, që dihet nuk janë investitor real dhe dobishëm. Kudo që hynë, nuk ndihmojnë krijimin e vendeve të punës, por vetë se kafshojnë dhe Rama kërkon të pastrojë milionat, miliardat e dollarëve. Qeveria thuajse gjitha në metim. Faktet janë skandaloze. Rakopuja e Ramës duket sheshit që tregon që kandili i shuar. E akullt administrata e zotit Trump ndaj Ramës. Edhe pse fali Sazanin, Zvërnecin, dhe me dëshira për të falur çdo gjë, ajo ftesë e shumë kërkuar për në shpinë e varë nuk ka ngjarë dhe as ka shanse dhe mundësi që të ndodhë. Një sekret vogël. Kushneri nuk i ka pozitat aq të forta sa duken tek oborri familjar i Trump. Sepse sipas medias, mbase nuk jam i sakt, por media këtu e thot, ai është thuajse i ndar nga Ivanka. Plus që Trumpi nuk harron kur deklarimet e tyre për 6 janarin. Natyrisht, forca e Kushnerit është tek miliardat e dollarëve në Gaza, ku ka investuar prej kohësh dhe në skenë ka ftuar Tony Blair. Mos kujtoni se do të guxoj ndash Kushner, ndash Tony Blair, që të kërkojnë favore të mëdha për liderin global të Surrelit të smurin e Europës Juglindore. Ju falenderoj.